Salatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e madhëruar e falenderojmë, paqja mirësi bekimet e Allahut që është dërguar në tij Muhammedin alayhis salam, me familjen e tij, me shokët e tij dhe me gjithë besimtarët që ndjekin pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Thamë që do shkëpusim disa njerëz apo disa cilësi të cilat Allahu i lartësuar i do, na ka lajmëruar që i do. Lajmërimi që na ka bërë Zoti i gjithësisë është në Kur'anin famullar ose nëpërmjet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne dim shumë mirë që shumë prej njerëzve, për shembull, e kanë të drejtën ose pretendojnë dashurinë e Allahut të lartësuar, pra pretendojnë se e duan fort Zotin e gjithësisë. Është më së normale që çdo njeri që ka në zemrën e tij besim, është musliman, është besimtar, ta dojë Allahun e lartësuar. Nuk mund të gjesh musliman që nuk do Zotin e gjithësisë. Nëse dikush nuk e do, aq më tepër pastaj nëse ka në zemrën e tij diçka rëndesë apo urrëtie, atëherë automatikisht njeriu nuk është besimtar. Sepse lidhja e robit e krijesës, e adhuruesit me Allahun është një lidhje, është një raport dashurie. E do fort Zotin e gjithësisë. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. E duan Allahun dhe Allahu i lartësuar i do ata. Mirë po, të dojë Zoti i gjithësisë, ky është synimi edhe më madhor, është dhe arritja më e madhe, kapitali më i madh që mund të ketë një besimtar, është dhe kulmi i mirësisë. Pra, nëse do të na vinte për një moment lajmi i sigurt se Allahu i lartësuar të do apo na do, mbaroi çështja pastaj. Njeriu ka arritur maksimumin. Tani, si mund të arrijmë në diçka të tillë, një lajm të tillë? Si mund ta konstatojmë diçka të tillë? Se na do Allahu i lartësuar apo nuk na do? Me emër, me mbiemër, të shkruar diku, të vijë lajmi prej dikujt, s'mundemi. Dhe kjo nuk ka ndodhur. Edhe në kohën e pejgamberit alayhis salam kanë qenë thjesht emra të caktuar. Pra, si thua, raste të caktuara ku i dërguari i Allahut të lartësuar ka përzgjedhur dikë dhe e ka lajmëruar që ti të do Zoti i gjithësisë. Ama ka trajtuar në përgjithësi cilësitë, jo emrat, cilësitë. Pra ne mund të arrijmë dhe mund të konstatojmë se na do Allahu i lartësuar apo jo, vetëm duke hetuar fort dhe duke u përqendruar shumë në Kur'anin famullar dhe në atë gjë që na ka lajmëruar pejgamberi alayhis salam, dhe nëpërmjet këtyre cilësive shohim pastaj në veten tonë dhe konstatojmë se na do Zoti i gjithësisë apo jo. Vetëm kjo është forma dhe mënyra e vetme. Një gjë është e sigurt, që çdo njeri që ka besuar Allahun një të vetëm dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si dërguar në Zot, dhe ka hyrë, është futur në këtë fe, pa ka dëshmuar la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, s'ka dyshim se Allahu e do. Pra që e ka braktisur shirkun, e ka braktisur idhujtarinë, e ka braktisur të kotën, ka dal nga ateizmi apo nga mohimi apo nga format e ndryshme të idhujtarisë, s'ka dyshim që Allahu i lartësuar e do atë. Prandaj, në momenti që konstatojmë përballën me dikë i cili ka besuar Zotin, është musliman, jemi të bindur dhe të sigurt se është një njeri që Zoti i lartësuar e do, e ka përzgjedhur atë. Përndryshe nuk e përzgjidhe. Problemi është kjo dashuri sa është? Sa madhe është? A është e plot apo jo? Këtu pastaj njerëzit dallojnë dhe këtu njerëzit diferencojnë njërin nga tjetri. Kur në momenti që ne themi ana do Allahu i lartësuar, nuk themi thjesht ana do Zoti i gjithësisë, na do diçka apo na do pak. Sa ajo që ka ndodhur, që në momentin që jemi bërë musliman. Allahu waliju ledhina amanu. Allahu është miku, është i afërmi, është i afërt, është i afërm me ata të cilët kanë besuar. Besove të do Allahu i lartësuar. Problemi është sa ajo gjë që e karakterizon besimtarin e mençur dhe me ambicie është kërkon maksimumin e mundshëm. Do që të jetë prej njerëzve të afërt të Allahut të lartësuar. Pra atyre të cilët janë wali, miq të shtrenjtë të afërt tek Zoti i gjithësisë. Ne sot, pastaj, nëse kjo gjë pastaj arrihet, vetëm po të merret dhe të regjistrohen përgëzimet që vijnë prej Allahut të lartësuar për atë njeri i cili Zoti i gjithësisë do, janë të pa numërta dhe janë jashtëzakonisht të shumta. Imagjino pak. Allahu i lartësuar në momentin që ja do dikë, si është hadithi, lajmëron Xhibrilin.
unë e dua filanin, dua i edhe ti. E do Gjibrili. Pastaj lajmërojnë gjithë me lajket. E duan dhe me lajket. Pastaj këtij njeriu i vendoset autoritet, i vendoset reputacion, i vendoset si thua dashuria e njerëzve, hidhet dashuria e njerëzve në zemrën e këtij njeriu. Pra e duan dhe njerëzit. Pra, e duan Allahu, e do Gjibrili, e duan me lajket, e duan dhe njerëzit. Dhe këtu me njerëzit kemi për qëllim njerëzit e hajrit. Se nuk është të thonë të duan gjithë njerëzit, të duan qafirat, të duan pabesimtarët, të duan armiqt, të duan hipokritët. Kjo është një synim i pa mundur, se ka arritur as i dërguari i Zotit të lartësuar. Dakor? Tjetër gjë, ky njeri në momentin që ja do Allahu i lartësuar, ky do të bëjë zgjedhjen sipas mbikëqyrjes dhe kujdesit të Zotit. Yaj'al lakum furqana. Allahu do të japi furqan, do të japi dritë në zgjedhjet tuaja. Do t'ja qëlloni vendimarrjeve. Dhe kjo është një prej kapitaleve dhe mirësive më të mëdha që mund t'i japi Allahu i lartësuar dikujt. Imagjinoni pak çfarë stresi, çfarë ankthi, ose çfarë gjendje të ngarkuar përjetojmë ne në momentin që jemi përballë një zgjedhje të caktuar. Duam të bëjmë një zgjedhje të caktuar. Ta veprojmë, mos ta veprojmë. Të shkojmë, mos të shkojmë. Ta hedh të hap apo mos ta hedh të hap. Pikërisht këtë apo diçka tjetër. Nuk dim se çfarë të zgjedhim jetën tonë. Kur bëhet fjalë për diçka të përditshme, jo më për zgjedhje dhe për diçka që është madhore. Yaj'al lakum furqana. Allahu do t'ju mundsoj që ju t'ja qelloni të saktës në çështjen e besimit, të saktës në çështjen e adhurimit, të saktës në çështjen e cilësive, virtyteve, moraleve, të saktës në çështjen e punës, në çështjen e shkollës, në çështjen e martesës, në çështjen e fjalorit, në çështjen e gjithçkaje. Kjo është kapital dhe çfarë kapitali. Tjetër gjë, edhe nëse ndodh, ai që është i dashur tek Allahu i lartësuar, edhe nëse ndodh që do të sprovohet, sprova për të do të jetë mëshirë. A do sprovohet njeriu që është i dashur tek Allahu i lartësuar? Do sprovohet. Mirë po, lloji i sprovës do të jetë mëshirë për to. Që do thotë nuk ka formë prej formave të ndëshkimit tek një njeri që ka arritur gradën e të qenurit i dashur tek Allahu i lartësuar. Dikujt nga larg, nga jashtë, për njerëzve i duket si ndëshkim. I duket sikur torturohet i njeri, i varfër, i gjunaf, gjendja e tij mund të jetë ngushtim në aspektin ekonomik, mund të jetë një sëmundje, mund të jetë një ngarkesë, një aspekt apo në aspektin tjetër, mund të jetë privim nga diçka. Dakor? Mirë, po çfarë është kjo sprovë që vjen prej të dashurit, prej Allahut, nuk mund të jetë torturë, s'mund të jetë dhimbje. Po çfarë është? Është mëshirë, është përzgjedhje, është lartësim, është falje gjunash. Ora të trajton ai që të do më shumë se sa të duan njerëzit. Prandaj pejgamberi sa çfarë ka thënë, Allahu kur e do dikë e sprovon. Dhe dikush për njerëzve këtë nuk e kupton. Si tani edhe më do, edhe më sprovon. Të sprovon në një mënyrë të tillë, me një formë të tillë sprove që është në dobi të robit, është mëshirë për robin. Një sprovë që të lartëson, një sprovë që të mban në binar, një sprovë që të mban në këmbë në tokë, një sprovë që të mban të lidhur me të mirën. Dhe një sprovë që ndoshta të eviton dhe të pengon nga shumë fatkeqësi apo probleme të tjera. Prandaj, ajo që ne na intereson dhe synojmë është jemi të dashur tek Zoti i gjithësisë, pastaj pjesën tjetër ja lëm kujt? Atij që është më i mëshirshëm, më i kujdesshëm dhe më i mirë me ne se sa edhe vetë njerëzit më të afërm apo më të shtrenjtë në rrethin tonë. Dhe ne do shkëpusim inshallah Zoti disa prej këtyre cilësive dhe disa prej këtyre njerëzve. Ajo që do ndajmë në pak minuta është hadithi i mrekullueshëm ku pejgamberi alayhis salam na sjell një profil, na sjell një besimtar që ka 3 cilësi. Po që janë 3 cilësi që lutem Allahun lartësuar të na bëjë rrezik. Thot pejgamberi alayhis salam: "Inna Allaha yuhibbu al-'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi." Allahu e do robin e tij i cili ka këto 3 cilësi. Pra do atë musliman, atë adhurues që i ka këto 3 cilësi. Et-taqiyya është i devotshëm, el-ghaniya ka pasurinë e shpirtit, është i pasur në shpirtin e tij, el-khafiyya është i fshehtë, nuk sinon famën. 3 cilësi. Allahu e do. Pra nëse shikon një person, që lutem Zotin e gjithësisë të jemi prej tyre, që i ka këto 3 cilësi,
ta di që ka përzgjedhur Allahu dhe është një njeri që do Allahu i lartësuar. Et-taqiyya, el-ghaniyya, el-khafi. Njeri i cili ka devotshmëri. Është i pasur në shpirt dhe është i fshehtë në adhurimet e tij dhe nuk synon famën. I devotshëm është folur për devotshmërinë, dhe ne pak a shumë e dimë se çfarë është devotshmëria. Dhe problemi është se a ja qëllojmë devotshmërisë apo jo. I devotshëm do thotë të marrësh cilësitë e besimtarit në Kur'anin famë lart dhe t'ja bësh risk vetes tënde. Të marrësh cilësitë në përgëzimet, në hadithet e dërguarit të Zotit lartësuar, për shkrimet që ka bërë për njerëzit e devotshëm, të përgëzuar, gjënë të linj, ti marrësh dhe ti bësh pjesë të mozaikut të qenies tënde. Kjo është devotshmëria. Sa më shumë prej këtyre copëzave të marrësh dhe të ngjitesh në veten tënde, në gjuhën, në mendjen, në zemrën, në gjymtyrët, në raportet, në marrëdhëniet, sa më shumë prej këtyre copëzave, aq më i plot bëhet mozaiku i devotshmërisë. Sa më pak t'ia qelloj robi, aq më pak devotshmëri ka. Kur themi Allahu do të devotshmin, shto sa të duash për devotshmëri. Sa më i devotshëm të jetë robi, aq më i dashur është tek Allahu. Sa më e pa plot të jetë, si thuash, ajo pamja e mozaikut të tij, aq dashuri do të ketë edhe prej Zotit të lartësuar. Çfarë është devotshmëria? Me fjalë të thjeshta kjo është. Merr, studio Kur'anin famëlar dhe lexon cilësitë e besimtarëve, cilësitë e dashurëve të Allahut. Apo jo, vepra morale, qëndrime, të cilat i do Allahu i lartësuar, i merr dhe i bën pjesë të vetes tënde. Kjo është devotshmëria. Dakor? Dhe përfshin gjithë qenien e robit. Çfarë është devotshmëria? Devotshmëria është që robi investon kaq shumë në veten e tij për të ruajtur veten e tij, sa që ka ndërtuar një hendek mes tij dhe zjarrit të xhenemit dhe zemërimit të Zotit. S'ka shans ta prekë zjarri i xhenemit, sepse përgjatë gjithë jetës së tij ai ka investuar me fjalët e tij, me pasurinë e tij, me qëndrimet e tij, me adhurimet e tij, ka investuar dhe ka ndërtuar një hendek. Ka ndërtuar një çfarë? E ka mbajtur zjarrin e xhenemit larg, një pengesë të madhe, fortifikat, se prek atë. As nuk e di fare se çfarë bëhet pas kësaj fortifikate, pas kësaj pengese. Pse? Ka investuar në lidhje me këtë gjë. Çfarë është devotshmëria? Ke ecur ndonjëherë në një zonë të minuar, i tha? Ke ecur ndonjëherë në një zonë që ka një tokë që ka gjëmba? Ka rreziqe? Po. Si ke ecur? Me vigjilencën absolute. Jam matur, kam peshuar dhe jam siguruar atë ku kam vendosur këmbën. Kjo është devotshmëria. Ti jetosh në tokën e Zotit lartësuar dhe ti jetosh në përditshmëri dhe mos të flasësh, dhe mos të veprosh, dhe mos të hedhësh këmbën pa u matur mirë që këtu është kënaqësia e Zotit dhe këtu është kënaqësia e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ky hap, kjo fjalë, ky veprim mua vetëm më lartëson dhe më ka ruajtur nga rreziqet. Kjo është devotshmëria. Pa i tha dua të di konceptin e devotshmërisë. Praktikisht si ta kuptoj? I thot, ja ka qelluar pasha Zotin e Jezus. Thot, ke ecur ndonjëherë në një tokë, në një terren të vështirë, me plot rreziqe, ne po e quajmë në gjuhën bashkëkohore të minuar. Imagjinoni, të jepet lajmi që kjo zonë tani është e minuar. Po ne na lips na duhet që ta kalojmë atë, të shkojmë në destinacion, se nuk mund të qëndrosh në vend. Si do të ecësh? Do matesh 100% përpara se të vendosësh këmbën, se mos këmba shket në minë. Dhe po shkiti, dhe po më saktë, se mos këmba vendoset në shkel në minë. Po shkeli në minë, çfarë ndodh? Mbaroi robi, shkatërrohet. Edhe dunjaja është e mbushur me territore të tilla apo plot me mina dhe me rreziqe. E mbushur. Kuptimi që janë të shumta. Çfarë bën besimtari? U shmanget atyre. Që të gjitha. Me gjuhën e tij ka zonat, me gjuhën mund të shkelësh në zonat minuara, me vepra, me qëndrime dhe me gjithë shka tjetër. Kjo është devotshmëria. Allahu e do robin e devotshëm, që jeton me Zotin, zemrën e ka me Zotin, gjuhën e ka të lagët me përkujtimin e Allahut të lartësuar, gjymtyrët i ka të kontrolluara, mendjen e ka të xheneti tek bota tjetër, një besimtar i cili e ka të plotësuar mozaikun e devotshmërisë. Mirë, por ka edhe një detaj tjetër që është shumë fisnik dhe është prej devotshmërisë. El-Ghani, i pasur në shpirtin e tij. Çdo të i pasur në shpirtin e tij,
siç thot pejgamberi alayhis salam, mua më erdhi Xhibrili dhe më porositi. Dhe më tha: "O Muhammed, jeto sa duash, do vi një moment do vdesësh. Duaj këtë të duash, do vi një moment do ndahesh prej tij. Dhe vepro çfarë të duash, do vi një moment do t'japësh llogari për atë gjë që ke vepruar. Dhe dije se krenaria e besimtarit, ose më saktë nderi i besimtarit, është namazi i natës. Dhe krenaria dhe digniteti i tij është istighnau anin nas, është pasuria e shpirtit. Është që të ndihet i panevojshëm për njerëzit. S'kam. Mos ta vari fatin e tij, jetën e tij, të ardhmen e tij as tek prindi i tij, as tek ortaku i tij, as tek të pasurit, as tek dikush prej njerëzve. Por ta vari dhe ta lidhi vetëm me Zotin e gjithë, as tek biznesi i tij, as tek investimi, as tek pensioni, shumë ky Zotit kam pension valla. Ato kam investuar dhe marr vetëm tek Allahu i lartësuar. Pra nuk e lidh zemrën me shkaqet, por i përdor shkaqet, i shfrytëzon shkaqet. Zemrën e ka të lidhur me Allahun dhe është i pasur në shpirtin e tij. Prandaj pejgamberi alayhis salam ka thënë, pasuria nuk është pasuria e sasisë, në bazë të sasisë, por është ghinë nefs, është pasuria e shpirtit. Dhe të jetosh siç jetonin ensarët. Ensarët ishin njerëz më modest, më të përulur, s'kishte arrogancë në jetën e tyre, në përditshmërinë e tyre, dhe ishin njerëz më të pasur në shpirtin e tyre, edhe pse ishin nevojtar për sa i përket aspektit ekonomik. Yahsabuhumul jahilu aghnia min at-ta'affuf, ai që nuk u di gjendjen, kujton se janë të pasur. Pse min at-ta'affuf, nga pasuria e shpirtit, të pasur në shpirtin e tyre. Kur nuk u kërkoj njerëzve, dhe kërkimi njerëzve, e them shpesh, nuk do të thotë mos kërkosh borxh apo të kërkosh qoftë ndihmë në momente të caktuara, jo, në formën e dëshpërimit, lypje në formën e dëshpërimit. Dhe për të shtuar, jo nga halli apo nga nevoja. E të tillë i ka lavdëruar, në këtë formë ka lavdëruar Allahu i lartësuar ensarët. Dhe kjo është ajo që i tha Xhibrili pejgamberit alayhis salam. Allahu e do robën e devotshëm të pasur në shpirt, nuk kanë kohet, nuk zileps të tjerët, nuk përgojon të tjerët. U bë ky, po kur bë ky, po ku i gjeti ky, po nga i gjeti ky. Nuk janë kohet Allahut të lartësuar për gjendjen që ka. Qoftë dhe, sepse kush problemi, dikush nuk guxon ta ankohet me fjalë. Dhe thot, pse o Zot mua nuk më jep, po jep filanit. Por vetë gjendja e tij, po të lexosh gjendjen e tij, mënyra se si sillet, me mimika e tij, mënyra se si reagon, ose mënyra se si përflet të tjerët, në një farë mënyrë është i pakënaqur me gjendjen që i ka dhënë Allahu i lartësuar. Pavarësisht se nuk e dëgjon, e kupton gjendjen e tij, që është një njerëz që nuk është i pasur në shpirt, nuk është i kënaqur me Zotin, nuk guxon që të rebelohet dhe të ankohet Allahut. Se po edhe këtë mund ta bënte. Dakor? Prandaj Allahu i lartësuar do atë rob i cili është fisnik në shpirtin e tij. Tamam, jetojmë si sahabët. Synojmë maksimumin, kënaqemi dhe të pasur në shpirt, në zemër me atë gjë që na ka dhënë Allahu i lartësuar. Dhe e treta cila ishte? El-Khafi, ai besimtari i fshehtë. Momentet caktuara besimtarit i nevojitet dhe i lipset të bëj punë publike. Dhe prej punëve publike është namazi me xhamat. Ama besimtari duhet të ketë namaz i cili është fshehtë, mes tij dhe Allahut të lartësuar. Prej punëve publike, adhurimeve publike të cilat janë të lavdëruara janë sadakat in tubdu, nëse i shfaqni sadakatot Allahu i lartësuar, apo i fshehni, kanë shumë të mira. Mirë, por momentet caktuara besimtari duhet të ketë sadakatë të fshehta. Duhet të ketë kontribute të fshehta. Dhikr, ka dhikr i cili është publik. Dhikri që ne bëjmë tani pas namazit, na shikon, pra e shikojmë njëri tjetrin që e përkujtuam Zotin e gjithësisë. E shikojmë njëri tjetrin në xhami që jemi duke lexuar Kur'an. Mirë, po besimtari duhet të ketë dhe adhurime të cilat i ka të fshehta mes tij dhe Zotit të lartësuar. Dhe këto adhurime të cilat janë të fshehta janë akoma edhe më të mira se sa adhurimet publike përveç obligativeve. Përveç adhurimeve obligative, sepse nuk mund të thotë dikush që unë i fal 5 vakte të namazit në shtëpi o vëlla, apo pse atë duhet të jem me Allahun lartësuar vetëm larg syve të njerëzve. I themi jo.
Kjo është vepër që është më dashur tek Allahu i lartësuar të bëhet në publik. Mirë po, inna Allah yuhibbu al-mu'mina at-taqiyya al-khafi, al-ghani al-khafi, një besimtar i cili është i fshehtë, do thotë që ka adhurime të fshehta, dhe adhurimet e fshehta, dhe momenti kur adhuron Zotin e gjithësisë në fshehtësi, janë më të dashura për të dhe ai ndihet më mirë se sa adhurimet të cilat i kryen në publik. Ky është një prej kuptimeve. Dhe kuptimi tjetër është, ky është një besimtar khafi që asnjëherë nuk e synon famën. Asnjëherë nuk e synon famën. Asnjëherë nuk dëgjon në fjalorin e tij unë. Asnjëherë. Është i fshehtë. Modest. Nëse i vjen fama, i vjen pa dëshirën e tij, thjesht prej njerëzve, dhe është ai kabulli që ja ka vendosur atë caktuar Allahu i lartësuar. Kur do dikë Allahu i lartësuar çfarë bën? Lajmëron Xhibrilin, unë dua filanin, duaj edhe ti, e do Xhibrili, e duan me lajket, e duan dhe njerëzit. Pra, kjo famë, ky emër, ky lavdërim që mund t'i bëjnë njerëzit, kjo Allahu ta shpërbleft që mund të vinë prej njerëzve, erdhi si përgëzim sa prej qiellit, se Allahu e do. Dhe janë lëvizur gjithë mekanizmat, janë lëvizur krijesat, pa dëshirën e tij, nuk e ka synuar diçka të tillë. Erdhi, nëse vjen, atëherë këtu nuk ka problem. Çfarë thot pejgamberi? Shkuan një ditë pejgamberi alayhissalam dhe i thanë: "O dërguari i Allahut, dikë prej njerëzve lavdëroi njerëzit. Dhe i përmendin veprat e mira dhe cilësitë e mira që ai ka." Çfarë tha pejgamberi sa? Nuk tha ai është hipokrit apo ai ka syfajsi apo tha tilke bushra ajilet mu'min. Ky është një përgëzim i shpejtë që ja jep Allahu i lartësuar dikujt për robëve të tij. Është një sinjal i mirë. Po sinjal i mirë që njerëzit flasin dhe ti nuk e di. Jo sinjal i mirë që unë flas për veten time. Në momenti që njeriu flet për veten e tij, nuk është sinjal i mirë. Dhe nuk është tregues se ja do Allahu i lartësuar. Prandaj khafi, një besimtar që kur nuk e synon famën. Në momentin më kulminant të jetës së tij pejgamberi sa në momentin që u çlua Mekka. Por thuaj se ishte në fundin e përmbushjes së misionit. Kokullur. E gjithë falënderimi takon Allahut. Pa i përullur, modest. Falënderimi. Imagjinoni pak dikush prej mbretërve të kësaj dunjaje, dikush prej çfarë do bënte në atë moment, ë? Çfarë do bënte për të investuar tek vetja? Pejgamberi sa. Në fund të misionit, idha xha nasrullahi wal fath. E përmbushin misionin, 23 vite në rrugë të Zotit të lartësuar, s'la absolutisht asnjë gjë mangët. Mirë po, kërko falje. Dakord. Në fund, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Kërkoj falje Zotit të lartësuar. Prandaj Allahu e do robin khafi, i cili është i sinqert, i cili ka sekrete me Zotin e lartësuar, i cili nuk synon famën, i cili nuk flet për veten e tij, i cili nuk përmend bëmat, ato kontributet, sukseset e tij, nuk i përmend. Edhe nëse i përmend në momentet caktuara, i përmend me mesazh, do që të transmetoj një mesazh, do të korrigjoj një paragjykim, ose do të korrigjoj do shta një sulm apo një akuzë, ama jo që besimtari të flasi për veten e tij. Këto janë tre cilësi që lutim Allahu i lartësuar të gdhenden në zemrën tonë. Cilat ishin? Allahu do atë i cili është i devotshëm, i pasur në shpirt. Dhe unë jam dëshmitar që dhe jam shumë krenar që drejtoj këtë xhamat, sepse pasha Zotin e gjithësisë nuk është. Pra, bëhet fjalë për një bashkësi që nëse ka diçka që me krenari themi, o Zot, ne këtë e kemi, dhe ndërmjetësohemi tek ty o Zot me këtë cilësi që kemi, duke marrë secilin prej jush, është pikërisht dinjiteti dhe pasuria e shpirtit. Sepse mund të ndodhi që edhe me të abuzojmë dhe me islam. Mund të ndodhi të abuzosh dhe me bujarinë e muslimanëve. Dhe sa shpesh ndodh, në qoftë në xhamatet caktuara, abuzojnë me bujarinë e muslimanëve. Gjithmonë kërko dhe lyp, dakord, që ndonjëherë me të drejtë se ka nevojë, por shumë herë e them me bini abuzojnë me bujarinë e muslimanëve. Dhe deri në atë fazë, deri në atë formë sa që të kërkon dhe llogari. Dakord, të kërkon dhe llogari për atë që Allahu s'të ka bërë përgjegjës dhe nuk të ka bërë të. Prandaj ne elhamdulillah Zot dhe unë jam dhe për këtë lutem Allahu lartësuar që ta shtoj këtë mirësi dhe Allahu t'ju shpëlbej, sepse është një standard jashtëzakonisht i lartë. Ama nga ana tjetër, në mesin tonë, pasha Zotin e gjithësisë, kemi
plot shumë për të bërë dhe për të përmbushur shumë boshllëqe, sepse ka shumë nevojtar, por dinjitos me dignitet, shumë vëllezër të cilët janë nevojtarë në xhep, me shumë halle, me shumë boshllëqe, me shumë sfida, mirë po digniteti i tyre nuk i lë që ta shpreh. Në duhet të ecë me porosinë që thot pejgamberi alayhis salam, nuk është i varfër ai i cili ushtri dorën njerëzve dhe u kërkon dhe u lip. Sa ai thot do t'i përmbushi në fund të ditës disa kafshata. Njëri do japi diçka, do japi tjetri diçka, do japi. Në fund fare çfarë do bëj ai? Le plotësoj ditën ai. Mund të plotësoj edhe për te nevojave të tij. Por i varfri, nevojtari i vërtet, thot pejgamberi alayhis salam, është ai i cili digniteti i tij ka dignitet, ka fe, është khafi, është i padukshëm. I padukshëm dhe në hallet e tij, dhe në sprovën që i ka rënë. Nuk e bën, pra nuk ja lejon dignitetin, nuk ja lejon feja që të dali dhe çfarë t'u lipi njerëzve apo t'i kërkoj. Ky është nevojtari i vërtet, këta njerëz kërkoni, thotë dërguari son. Pa kujdes mos harroni këta njerëz. Kujdes mos përqendroni vetëm tek ata të cilët e kanë kthyer tashmë në profesion, dhe harroni që mes jush keni vëllezër, ka motra që lëngojnë, kanë halle, kanë probleme, mirë po kanë fe, janë khafi, janë të padukshëm dhe në fenë e tyre, në devotshmërinë e tyre, por të padukshëm dhe në hallet e tyre, prandaj kujdes se mos nuk shikoni hallet e tyre. Prandaj kjo na rrit akoma më shumë në dozën e përgjegjësisë që të hetojmë dhe të shohim të gjithë ta vëllezër të cilët në një formë apo në formën tjetër kanë plag, kanë halle, kanë boshllëqe, në mënyrë që edhe nëse dikush nuk ka mundësi t'ia plotësoj, i adreson ato. Siç bënin tek pejgamberi, tek i dërguari i Zotit. Në momentin që dikush nuk kishte mundësi vetë ta ndihmonte dikë, adresonte hallin e tij, boshllëkun e tij, shqetësimin që mund të kishte tek i dërguari i Zotit lartësuar apo tek dikush prej sahabëve. Allahu na bëf prej devotshmëve. Zoti lartësuar na bëf prej atyre njerëzve të cilët janë të pasur në shpirt, dhe Allahu na pasuroft në gjitha kuptimet e pasurisë, dhe Allahu na bëf prej atyre njerëzve të cilët janë të sinqertë, të fshehtë në adhurimet e tyre dhe në kontributet e tyre. Subhanallahu bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.